Në qendrat shëndetësore verore të hapura për sezonin turistik të këtij viti janë shfaqur edhe rastet e para të problematikave. Mjekët thonë se më shumë po hasin gjendje virale dhe pickime nga peshqit, të ndryshe dermatitet alergjike, ndërsa nuk ka patur shumë raste, por gjithsesi shkëndijat e para po jepen. Më shumë janë pushues shqiptar, por edhe të huaj, të ardhur edhe nga rajoni si Kosova, Maqedonia dhe vendet aziatike. Problematikat më të shpeshta që janë hasur deri tani janë të problemet gjendjet virale, pickimet nga në det nga peshqit, këto problematika alergji, dermatitet alergjike të shkaktuara nga pickimet. Kemi patur disi, jo shumë raste, jo shumë. Nga shqiptar dhe të huaj, nga Kosova, Maqedonia edhe nga Afrika. Mjekja Artemida Sejdini thotë se pritet një rritje e fluksit në muajt korrik dhe gusht. Korriku dhe gushti mendohet që t'jenë muajt që do kenë fluksin më të lartë të turistëve dhe Sejdini thekson se janë marrë të gjitha masat edhe në drejtim të medikamenteve dhe pajisjeve, ku qendrat shëndetësore tashmë nuk kanë problematika në këtë drejtim. Këshillat janë për të bërë kujdes ndaj rrezeve të diellit, kryesisht në pikun e temperaturave. Këshillat kryesore janë që të ruhen nga rrezet e diellit, mos të frekuentojnë oraret e kur në pikun e diellit të vënë në plazh paradite, të jenë pajisur me kapele, me krem dielli, me këto. Janë oraret përshtatshme nga ora 8 deri në 11 dhe nga ora 4 deri në 7-8 e mbasdites. Përveç orës 11 deri në 4 nuk duhet të paraqitet se janë këto rrezet ultraviolet që janë rrezet të dëmshme. Mjekja thotë se ka shumë raste të shtuara edhe të kancerit në lëkurë, ndaj duhet bërë kujdes në ekspozimin në diell, sidomos në këto ditë me temperatura të larta. Në përgjithësi ka, po nga rrezatimet ultraviolet, po ka disa lloj kancerash që jo vetëm melanoma që ne i diagnostikojmë BCC, SCC që janë diagnoza dermatologjike këto, po të gjitha këto vijnë nga rrezatimet ultraviolet. Por si vlerësohet kanceri në lëkurë? Sejdini thekson se duhet bëhen kontrolle të shpeshta nëse hasen problematika apo risi në lëkurën e pacientit. Dermatoskopia është e para ose mund të duken edhe me sy, për shembull janë 5 pika që e vlerësojnë atë, jo ngjyra e nishanit, forma, hemoragjia, disa ngjyra në ndryshimi për masave të nishanit, këto janë. Duhet patur kujdes kryesisht me nishanet? Po duhet patur kujdes, duhet bërë kontroll periodik, çdo ndryshim në madhësi, në ngjyrë, në formë, duhet që ta kontrollosh. Duhet paraqitesh te mjeku dermatolog. Mjekja Artemida Sejdini thekson se melanoma është vdekje prurse. Po, melanoma po. Është kanceri futet e kancerat më malinj, që japin dhe metastaza dhe që të marrin dhe jetën.